mbrëma, në Prishtinë u shfaq premiera e filmit Kazerma, projekti i regjisorit, producentit e skenaristit Turian Hysko, i cili për herë të parë solli këtë prodhim shqiptar në audiencën kosovare. Si mendoni se do e pres publiku i Kosovës këtë film? Tani unë do doja ta prisë si ai i Tiranës. Nuk e di se si do e pres sepse është surprizë, duhet ta shohim. Ne kemi ardhur, uroj që të vinë ata ta shohin. Unë vetëm një gjë i kërkoj që thjesht të vinë të japin një shans, pastaj filmi do flas vetë edhe nëse do e pëlqejnë ta shpërndajnë le të themi fjalën e mirë dhe tek të tjerët. Ky është synimi, gjithsesi ne duhet ta sillim se s'bën këtu dhe uroj që mesazhi të vijë i qartë. Si ka qenë kasti gjatë xhirimeve? Shumë pozitiv. Ka qenë shumë i vështirë për casting, xhirimet kanë qenë të impenjative, kanë qenë edhe fizikisht të lodhshme, por unë kam ndjerë që ditën e parë që të gjithë kanë besuar te projekti dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe nuk kam pasur qaraman në cast. Pra të gjithë kanë qenë me idenë po ta bëjmë dhe ta bëjmë shumë mirë. Dhe kjo më ka gëzuar, për të vërtetë se tregon që ka pasur një, le të themi, jo thjesht një film i radhës, por janë dhënë në këtë film. Ky është realizimi i filmit tuaj të parë, po ju vetë mbani mend filmin e parë që keni parë? Filmi i parë që kam parë unë, që në fakt tani unë mund të kem parë, po që mbaj mend dhe që nga fëmijëria, është Nils Holgersson, është një film vizatimor që unë nuk e harroj asnjëherë dhe ka shënjuar kujtimet e mia të fëmijërisë. Ai them që është i pari që mbaj mend shumë. Mes aktorëve, kolegëve dhe ardashësve, kryeqyteti u mbush me atmosferë të ngrohtë dhe kuriozitet për këtë film që ka tërhequr vëmendjen që nga momenti i paralajmërimit. Filmi lindi si një ide për reality show, por Turian Hysko vendosi të realizoj një prodhim kinematografik me aktorë të talentuar si Rudina Dembacaj, Gentian Zenelaj, Fioralba Ponari, Gert Ferra, Jonida Shehu, Drini Zeqo e shumë të tjerë. Me një narrativ dramatike, Kazerma përmbledh në pak minuta intensitetin dhe tensionin që Hysko dëshironte të transmetonte tek publiku. A na tregon eksperiencën, themi, më qesharake që keni pasur gjatë xhirimeve? Eksperiencë qesharake kanë qenë gjitha qesharake, të dhimbshme po qesharake. Eksperienca më e frikshme është një moment ku produksioni, më saktë turi, ishte marrë një pompë zjarfike shumë të fuqishme dhe na hidhte një ujë të përzierë, nuk e di me çfarë kimikatesh, pra supozoj që duhet ishin jashqitje. Dhe ne ishim të rreshtuar pas murit, por nuk e keni idenë se sa skenë komike dhe dhimbshme nga njëra anë, sepse ajo pompa ka shumë presion. Praktikisht ishte një stërvitje ushtarake në këtë moshë, të cilën e kalova me sukses. Patëm rast të mësojmë se si çmontohen armët, patëm rast të mësojmë se si trajtohen ushtarët, që ka qenë eksperiencë shumë e lodhshme, por dhe shumë e bukur. Çfarë mund të na thoni më shumë rreth personazhit tuaj në film? Personazhi im është një personazh i një mësuesi fshati, i cili gjendet në këtë reality show, është totalisht jashtë vendit dhe jashtë territorit vet. Mendon që është personazh publik, por që është i marrë thjesht aty për t'u tallur, për t'u bullizuar, është një realitet i dhimbshëm që po e shohim në reality show që po bëhen në Shqipëri dhe në Kosovë, ku shumë njerëz të cilët mund të kenë një farë bagazhi dhe mund të kenë një farë vlere humane, trajtohen shumë keq dhe bullizohen non-stop dhe trajtohen si kavje eksperimenti. Mezi po pres marr komplimenta për filmin, me thënë drejtën. Është një zhanër që pak herë jam parë në dramë, edhe jam shumë krenare dhe lumtur që ky produksion i jashtëzakonshëm më solli me një dramë. Përgjithësi unë jam aktore komike dhe dhe gjithë publiku më pret për komedi, por fakti që unë kam sprovu veten në një dramë me një produksion të jashtëzakonshëm si Kazerma, jam shumë krenare.
Është një projekt i cili ka kohë që ka nisur logjikisht duke u menduar, por në kohën kur ai po realizonte filmin që i është dashur një muaj përgatitje më përpara, sigurisht që ka qenë intensive. Ka pasur gjithë qetësinë e mundshme në dispozicion nga të gjitha anët, por sigurisht që në atë periudhë unë kam qenë pak e shkëputur sepse të paktën nuk kam qenë as në shoqërim që ta ndiqja nga afër. Ndoshta e kisha vendosur më përpara, por gjithsesi edhe për shkak të periudhës që jo të fort mirë që unë po kaloja asë kohë për shkak të humbjes babit, sepse ndodhi pikërisht ditën që mbylli Turjani xhirimet, të nesërmen babi më ndroi jetë. Kështu që duke qenë se kam qenë në këtë periudhë le të themi dhe jo të mirë emocionale dhe për vete, por nuk e kemi ngarkuar në mënyrë absolute, domethënë edhe kështu që ishte si dhe një lloj bekimi ajo e fundit le të themi nga babi. Sot është premiera këtu në Kosovë. Si po ndjehesh? A ke emocione si në Tiranë kur ishte premiera? Çuditërisht, po jo aq çuditërisht. Në fakt, unë në përqindje ndjem si në shtëpinë time të dytë, kështu që nuk kam emocione, përkundrazi kam ndier dashurinë që në sekondat e para që u futëm në Albimall dhe mezi po pres për opinionet e njerëzve në lidhje me këtë realizim kinematografik me Kazerman. Si do e përshkruaje personazhin të tënd me një fjalë të vetme? Okej, interesant. Jemi kurios të dim edhe se cila është një kompliment edhe një kritik që të ka bërë partneri yt kur ka parë këtë film. Shiko, partneri im nuk mendoj që i duhet marrë shumë për referencë mendimi, se është i dashuruar me mua, është çik i dashuruar, i duke më e mira, më e bukur, më e zgjuara, më e talentuara. Gerti ti je i vetmi prej kastit të këtij filmi që ke përjetuar një lloj formati të reality show? Kjo është një pyetje për shembull që s'ma kam bërë akoma as në Tiranë. Unë jam i vetmi që e di çfarë do të thotë Kazerma, duke pasur parasysh se çka më hequr kur kam qenë Big Brother. Kështu që pak a shumë janë shumë gjëra të ngjashme me atë që ka ndodhur dhe në Big Brother, por këtu kemi të bëjmë me një film, të kuptohemi. Dhe shumë gjëra janë lëndë edhe fantazisë, është lëndë dorë hapur dhe le të themi se skriptit e skenarit e regjizorit, pra ka shumë fiction brenda. Gjatë xhirimeve e ripërjetove disi atë eksperiencë? Përjetova, këtu ke drejt. Ripërjetova momenti kur merr formularin dorë dhe ti jep detyrat e ditës ose të javës, kur jepim emisionet kur ishim në Big Brother, dhe ishte një gjë shumë e ngjashme. Pastaj le të themi, kur shikon që për një detyrë që jepet brenda shtëpisë ose brenda kazermës bëhet gjithmonë sherr, luftë, aty më vinin pak a shumë ato hijet e Big Brotherit. Cila është thënia më ikonike që te cilëson e personazhit tënd dhe atë do na rikrijoje tani për tani? Jo. Si jo? Gjallë surprizë. Asnjë thënie të thjeshtë. Unë jam ai që më vodhën Big Brother 1, Kazermën 1. Unë jam ai që më vodhën Kazermën numër 1, Kapter Tiku. Po të fundit po të shohim me syze si shumë. Pse s'po i heq? A duket çik të kerti vogël? Jeni shumë të Vetëm mirë. edhe një mjekër po mungon. Jo zemër. Jo zemër, se e bushë si. Faleminderit. Në premier, shikuesit u përfshin në një histori që bashkon emocione, luftë dhe mbijetesë, duke e bërë debutimin e filmit, një moment të veçantë për kineman shqiptare. Ndërsa aktorët, të qeshur dhe të emocionuar, u shndruan në kryefjalën e mbrëmjes, duke ndarë